shkohet në zgjedhje. Po, presidenti duhet zgjedhet para 5 marsit. 4 marsit. Po. Që i bie 30 ditë para se të skadoj mandati zonjës Osmani. Por a presin fakt, apo sheni sinjale që zoti Kurti do ta propozoj zonjën Osmani që të jetë kandidate për presidente, duke i pasur parasysh edhe qëndrimet që ka shprehur deri tani opozita, LDK-ja e PDK-ja në veçanti? Jo, nëse krahasojmë me siç është bërë propozimi vitin 2021, ka qenë vërtet një lloj entuziazmi, ka qenë pjesë e marrëveshjes koalicionit, si duket. Unë kryeministër, ti president. Dhe president. Dhe atë nuk e vrem tani në këto ditë, të paktën ose në javët e fundit, ndoshta vetëvendosja nuk e shef si kandidate të pranueshme, ose ka synim që ta bëj një kandidat ose kandidate cila mund ta ketë mbështetjen e partive tjera, që vendi mos ketë nevojë të shkojë në zgjedhje. Aktualisht zonja Osmani duket që ka mbështetjen nga një numër i deputetëve të LDK-s. Edhe nga LDK-ja. Nga disa të LDK-s, ndoshta më shumë se sa nga të vetëvendosjes. Ka pasur Ukrugova ndër të tjerë. Po, disa prej tyre, jo të gjithë, po disa prej tyre, dhe në bazë të kësaj tani do të llogaritet sa mjaftojnë edhe këto vota për të zgjedhur si president. Ndoshta kjo mund të ashtyjë zotri Kurtin që të mendojë një kandidat që është i pranueshëm ose është vështirë, i refuzuar nga parti tjera, që mund të jetë president i vendit. Normalisht Kosova ka, unë po çuditem ka njerë... Zoti Osmani, ka arsye opozita që të mos ta votoj zonjën Vjosa Osmani për një mandat të dytë? Besoj se ka arsye, sepse nuk gjatë këtij mandati, domethënë pritjet në vitin 2021 kanë qenë të mëdha edhe nga qeveria edhe nga presidentja. Dhe besoj që aty janë, edhe presidenca edhe qeveria se sa i kanë përmbush pritjet e qytetarëve. Domethënë nuk i kanë përmbush. Por sërish 51.10%. Megjithatë fituan prapë qytetarë vendosje edhe pse nuk i kanë përmbush pritjet, ndoshta janë edhe një numër i arsyeve që kanë ndikuar te kjo, dhe mbas të kësaj besoj që opozita nuk ka shumë arsye që ta votojë zonjën Osmani. Nuk është treguar një figurë unifikuese, nuk është treguar një figurë që u ka hapur rrugë ose të paktën ka bërë thirrje për reforma, për ndryshime, për zhvillim të vendit, për çka qytetarët i kanë pas syt shumë në vitin 2021, edhe nga drejt presidentes edhe drejt kryeministit, një gjë që nuk është dëshmuar në këto 5 vite. Shumë kush merita e lë presidentes në arenën ndërkombëtare, në politikën e jashtme, ndër të tjera. Tash nëse masëm merit me marrë pjesë konferenca, atër është e arritur, domethënë. Po në rast se i masëm rezultatën politikë të jashtme, Kosova nuk ka pas shumë rezultate në këto 5 vite në politikën e jashtme. Marrja pjesë konferenca është edhe më shumë, ato e bëjnë edhe të tjerët, jo patjetër presidentja, edhe njerëz nga akademia, kështu marrin vazhdimisht pjesë në për konferenca ku diskutohet edhe çështja e Kosovës, kështu që në rast se masëm me këtë, po në rast se masëm me të arriturat përgjithshme, nuk besoj që ka pas shumë të arritura në politikën e jashtë. Paktën, jo siç kanë qenë pritjet, po pritjet kanë qenë që presidentja me qenë një lloj fryme nxitse për politika zhvillimore të vendit në këto 5 vite, që unë mendoj kanë munguar edhe qeverisë. Do të marrë qëndrimin nga një këndvështrim tjetër, çka nëse vetëvendosje shkon me kandidaturën e Vjosa Osmanit, a ka komoditet opozita, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, që të mos sa votoj zonjën Osmanit, i bie që detyrimisht në pas vende shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme? Po tani mendoj që këto është bytje pak dinjiteti këtyre partive. Në rast se propozohet si kandidat pa u konsultu këto parti, pa një marrëveshje, ndoshta edhe mund bëjnë veprime të tilla, domethënë, po besoj që për ta mbrojtur dinjitetin e vet do duhet kishin një qëndrim të vetin, dhe të mbronin parimet që ne do duhet të konsultoheshim për kandidatin në rast se duhet vota jo. Në rast se jo, mund shkojmë prapë në zgjedhje. Nëse qytetari vendos që mos me kalu pragun asnjë prej këtyre partive, ky është vullneti i qytetarëve që duhet të respektohet. Në rast se këtë mendje qytetari mund ta bëj këtë edhe në zgjedhje të ardhshme. Kështu që mendoj që është e nevojshme partitë opozitare të ruajnë dinjitetin e vet, ta respektojnë subjektivitetin e vetë, dhe të mos lejojnë që të bëhen pjesë e presioneve qoftë të partisë pushtet ose presidentes që on votoni mu, o do të shkojmë zgjedhje, ose ju nuk do të kaloni pragun. Nëse qytetari vendos ashtu, do të respektohet vullneti i qytetarit në demokraci. Si po i duket